Ka shkuar në 15 numri i personave që humbën jetën pas përplasjes së një anije të rojës bregdetare greke me një gomone që transportonte emigrantë të palishëm pranë ishullit lindor të detit Egej Chios të martën vonë, njoftuan autoritetet. 10 të tjerë mbeten të plagosur. Siç raporton media greke, ngjarja ndodhi ndërsa gomonja e dyshuar se operoi nga kontrabandistë emigrantësh, po përpiqej të afrohet në zonën Mirësindi në bregun lindor të ishullit për të zbarkuar pasagjerët. Anija transportonte rreth 30 persona dhe ishte e pajisur me motor të fuqishëm kur u vuri nga një mjet patrullimi i rojës bregdetare që operonte nga ishujt e afër. Pas një ndjekje, të dyja mjetet u përplasën sipas zyrtarëve të rojës bregdetare. Autoritetet njoftuan se viktimat përfshirin 11 burra dhe 4 gra, ndërsa paralajmëruan se numri të vdekurve mund të rritet. U nis më njëherë një operacion i madh kërkimi dhe shpëtimi që përfshin disa anije të rojës bregdetare dhe një gomone private me zhytës civil. Ambulanca transportuan të mbijetuarit e plagosur në spitalin e përgjithshëm të Chios deri në mesnatë. 24 emigrantë, përfshirë 2 gra shtatzënësi dhe 2 oficerë të rojës bregdetare me lëndime të lehta, u dërguan në spital. Më vonë u konfirmua se fitueset e 2 grave shtatzënë nuk mbijetuan. 3 emigrantë të tjerë u nënshtruan operacioneve për dëmtime të rënda në organe jetësore. Zyrtarët thanë se ky incident është ndër më seriozët në vitet e fundit, edhe pas ndjekjes të shpejta me gomone emigrantësh ka ndodhur më parë pranë ishëve grek, si Kos, Symi, Rodos, Samos. Në muajin e fundit, mbërritjet e emigrantëve dhe ishujt e detit Egej kanë rënë ndjeshëm. Në dhjetor rreth 220 persona mbërritën në Chios, ndërsa në fillim të shkurtit u regjistruan 33 mbërritje sipas të dhënave të Ministrisë së Migracionit. Në përgjithësi, fluksit e emigrantëve drejt ishujve të Egjejut ranë në vitin 2025 me rreth 40% të mbërritjeve të regjistruara në Kretë. Të martën vonë, Ministri i Migracionit njoftoi gjatë një debati parlamentar se qeveria do të krijojë 2 qendra pritje për migrantët në Kretë, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe pritet të jetë funksionale deri për festën e Pashkëve. Ligji përfshin gjithashtu masa kompensuese për komunitetet lokale të ngjashme me ato që tashmë zbatohen në ishujt e Egjejut që presin qendra pritje afatgjat.